Forcat ukrainase kanë bërë publike detaje për një rrjet të ri ajror pa pilot të quajtur Morrigan, i përdorur për sulme ndaj objektivave ruse në thellësi të territorit të kontrolluar nga Moska në Ukrainën jugore. Sipas brigadës së 412 Nemesis të forcave të sistemeve pa pilot, droni është përdorur në operacione të fshehta dhe është prezantuar për herë të parë përmes pamjeve të përgatitjes dhe lëshimit të tij. Njësia e ka cilësuar atë si një armë sekrete me rreze të mesme veprimi. Morrigan dron është një avion pa pilot me krah të fiksuar, i pajisur me motor dhe helik në pjesën e përparme. Ai lëshohet nga një sistem katapultimi ose shin, duke mos pasur nevojë për pistë, gjë që e bën më të vështirë zbulimin dhe neutralizimin e tij. Sipas burimeve ushtarake ukrainase, droni është prodhim vendas dhe është projektuar posaçërisht për operacione prapa linjave të armikut, me një rrezë veprimi që varion nga 20 deri në 300 kilometra. Ndryshe nga dronët e vegjël PPV, Morrigan synon objektiva strategjike si linja furnizimi, depo dhe mjete transporti. Njësia ukrainase pretendon se droni është përdorur në sulme ndaj autostradës R280 Novorossija, një rrugë kyçe që lidh Rostovon Don me Krimen dhe që përdoret për furnizimin e forcave ruse në jug të Ukrainës.